Jemi rikthyer dhe tashmë e kam Milaim Zekën këtu në studio, një personazh I cili unë ka kohë që kam dashur në fakt ta kem në emision, por që tashmë I erdhi momenti. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe nga Kosova për të qenë pjesë e emisionit Prizma. Kënaqësi. Për dallim prej kolegës tonë që ma ka bon që tha, ta kam bo followë s'ma ke këthy. Ti e tregu ma e menshme, më ke shkru, po zakonisht mesazhet I kthej, po kështu në rrjete sociale jam kogja katunari Drenicës. Megjithatë, po, e kthyet edhe në rrjetet sociale, sepse unë nuk dija si t'ju kontaktoj, kështu që e vendosa fillimisht t'ju kontaktoj përmes rrjeteve sociale, kështu që faleminderit shumë edhe kënaqësi shumë për mua. Arsyeja pse gjithmonë vi me kënaqësi në Alsat është që zbashku me kryeredaktorin tanë me Admirin, nusja ime Dlira Çefalia, ka punu në Alsat të Shqipërisë dhe nuk ma mendje që kam thonë do njerë publikisht, po realisht I ndjeri Vebivelia, pronari I Alsatit, ka qenë sebepi I martesës time me Eden. Ajna ka prezentu, edhe ka posat qenin që rrinte në borë, ka pos një qenë shefer, që unë I du shumë, dhe me qenë Gjerman, edhe Vebivelin e kam pos mik, kemi nejtë gjithmonë Tiranë bashk, edhe ajna ka prezentu kështu. Hajre sherr I kam prejtina. Hajre sherr. Kjo në fakt shumë gjë e bukur, që mund të quhet Alsati pak a shumë si një mësyt. Po, ka qenë mësyte. I juaj. E përshëndesim edhe zonjën tuaj sigurisht Lirën, dhe shpresojmë që në të ardhmen të dytë ju kemi në studio, por sot do të flasim për ty. Tash ma prishe, dhe me thonë, atë, okej, hajtë se për ta fali. Pse përmenda Lirën? Po. Jo, se unë ju thash që dhe kisha shumë dëshirë që edhe ata kemi këtu. Nuk shkojmë në mision roll, shkojmë bashkë. Do vini, herës tjetër do vini bashkë. Me pa tjetër do ta sjellim edhe Lirën. Dua që sot flasim për të gjithë rrugtimin tuaj, për gjithë rrugtimin tënd në gazetari, në politik, pastaj dua që të fokusohemi pak edhe tek ti si njeri, si baba, si bashkëshor, sepse dua që të të njohin njerëzit në një dimenzion pak më ndryshe. Publiku shqiptar këtu në Maqedoni të njohin në një dimenzion më ndryshe, sepse të shohim shpesh në debate I ashpër dhe I drejt për drejt shumë në qasje. Kështu që do kisha dashur shumë të filloj me fëmijërinë tënde. Si ka qenë fëmijëria jote? Si ke qenë si fëmijë, më saktë? Tani, si fëmijë, gjithë thojnë kam qenë I mirë, kam qenë kështu, por realisht unë kam qenë fëmijë shumë problematik. I lazdran. Jam djalë hastreti, kështu, jam djalë I vetëm I 5 motrave. Gjyshim, Mullari Sherifi, ka qenë njerin nga hoxhallarët më të përmendur në Drenicë dhe në Kosovë, ka qenë ligjerus në medresën e Gjakovës, dhe duke falenderu gjyshin tim, une në moshën 4 vjeçare kam ditë shkrim lexim, dhe ai më ka mësu të lexoj Kuranin, do më thonë gjuhën arabe. Kjo më ka ndihmu shumë pastaj në jetën time, kur kam dalë jashtë në zotrimin e gjuhëve t'huja. Kështu që flas dikun 7 gjuhë t'huja, duke ju falenderu trajnimit të trurit tem që ma ka bërë gjyshim. Nga gjyshi kam marrë shumë mësime me vlerë të jashtëzakonshme edhe nga gjyshja ime edhe nga babaj, por si fëmijë tregojnë, do me thonë pastaj kur rritesh të tregojnë, kam qenë shumë I pasionum pas luleve, gjyshja më ka gjetë shpesher duke folë me lule, kam qenë shumë I pasionum pas shtazve, kam dashur, do me thonë, qenin edhe kalin, edhe madje kur jam pranu në radio televizion të Suedis si gazetar në moshën 22 vjeçare, në pyetjen pse mendoni se do bëni gazetari mirë, që më ka bën ish shefja, përgjigjja ime ka qenë kjo, sepse kam shikimin edhe nuhatjen e qenit, e kam njerëzillekun e kalit. Pse? Sepse sari më rëgju para kalit, kali asnjëherë nuk më ka shkel. Për ta vërtetu këte para gjithë atyre që na ndjekin, shikojeni filmin e Gandhit. Kur protestues të Gandhit dalin, policia, ushtria britaneze mundohen me I shkel, po kuajt nuk I shkelin, pastaj mbështjellin me batanie, me qebe,
njerëzit, edhe atëre kalli hyp mbi trupin e njerëzit mbasi që e mbështjellin. Kështu që kam pas një femiri të mirë, pak të dhëmshme, sepse gjyshim ka qenë i përsekutuar në atë kohë për shkak të librave që i nxun në kohën e Rankovicit mbas luftës dytë botërore, që i kanë nxorë libra të Shqipërisë, dhe babai im ka qenë në grupin e studentëve të parë të pas luftës në Drenicë, një njeri super i shkolluar, edhe ai djala streti, edhe ai pastaj i përsekutuar, por nga babai im kam marrë një amanet që më ka thonë kur në jetën tonë mos ngrit dorë ndaj fëmijut edhe ndaj femrës. Kështu që në jetë time edhe kur e lyp nga një herë eda, nuk guxoj kështu me ngrit dorë, po për shkak kur në jetë time s'kam ngrit dorë ndaj vajzave të mia edhe ndaj grus. Ndërsa gjyshin tem, me qenë se jemi edhe në muajin e shajt të Ramazanit, dëshiroj me e thonë një diçka shumë madhështore të gjyshit. I thosha unë kam qenë 6 vjeç, edhe i thosha, po ku jeton baba Zoti? Edhe përgjigja gjyshit ka qenë kjo, baba Zoti nuk e zon as detet, as oqeanet, as malet, por jeton në zemrën e njeriu të mirë. Në qoftë se ti thoshte, e lëndon zemrën e një njeriu të mirë, ke bon gjëna të barabartë para Zotit, sikur me i sham të gjitha xhamiat ose të gjitha kishat e botës. Dhe këte mesazhe kam për ata që pa kur farë hezitimi shojnë në rrjetet sociale, madje shojnë edhe në emrin e fesë, dhe nuk e din që në librat e shajt, as në Kur'an, as në Bibël, nuk lejohet as sharja, as energjia negative e as hakmarrja, sepse hakmarrja i takon vetëm Zotit. E po të shikosh ti se çfarë sharjes qysh na shojnë familjen, çfarë thyrjesh, unë e tham këta njerëz, domethënë për pa qenë shtazë, për fatin e ketë shtazë të cilat nuk ecin 4 kom, po ecin 2 kom, nuk mundet njeriu me fy tjetrin, me poshtru tjetrin, me dha energji negative tjetrit, pa kur far arsye. Shumë e vërtet në fakt edhe kjo që shpjeguat është një mesazh edhe një mesazh shumë i mirë, sepse me të vërtet kemi të bëjmë me njerëz të cilët në emër të fesë mendojnë që janë në rrugën e drejtë të fesë të Zotit dhe shajnë këdo që del përpara që mund të ketë mendim ndryshe. Ose ata e interpretojnë fenë, Zotin, Kuranin, Biblën, ç'është dojnë vetë. Për shembull, keti njerëz të mirë që thojnë në bazë të fesë që bajage për femrën është haram me shku ndeti, ose për femrën është haram me dal në ndajen nodën e burrave. Kjo nuk shkruan kërkun, edhe librat e shejt. Gjën e parë që e predikojnë, lexo, mëso. Sa ma i ditur që je, aq ma besimtar i madh i Zotit je. Shumë e vërtet, dhe edukimi mbi gjitha duhet jetë edhe leximi. Duke folë për edukimin, gazetarin e ke filluar në Suedi, apo? Gazetarin, realisht, unë kam qenë... Si ka qenë hyrja në gazetarin? Kam qenë kryetari grupit letrar në shkollë fillore, e kam mbaruar në Abri, fshatin Tent Lindjes edhe në Likovc, është vend i njohur gjatë luftës. Kam qenë kryetari grupit letrar, kam fillu me shkru që në klasën e 5 fillore, pastaj edhe në gjimnaz, e jo marrë dhe me muzikë, edhe kam këndu realisht, kam qenë i vetmi djalë në ansambel që kam këndu, kështu që gazetarin pastaj e kam vazhdu pjesërisht në Zërin e Kosovës, në Zvicër, e ma vonë kam fillu në mediat e Suedis. Dhe më thënë ka qenë në fillim në Zvicër, fillimet e para letimi? Zëri Kosovës delte në atë kohë në Zvicër dhe kam shkru në Zërit Kosovës, pastaj kam vazhdu në mediat suedeze, kryesisht në radio televizion të Suedis. E me këndimin, se ke menduar të njerë të vazhdojsh diçka, duke qenë se ke kënduar? Realisht,
ka njerëzit plot videot mijat ku këndoj edhe këndoj ma mirë se Ilir Shaqiri. Kam një të lirin. Do këshim dash të dëgjojmë të një. Po, dhe kam thonë mësë mja morë buken Ilirit, hajtë s'po këndoj. Hajtë po shkoj në gazetari. Si ka qenë gazetaria në atë kohë, kur ti ke filluar në krahasim me gazetarinë sot, sepse besoj ka ndryshuar shumë. Gazetaria ka ndryshuar mënyra se si qasen edhe gazetarët në atë kohë dhe në kohën e sotme, në ditët e sotme. Gjithçka është ma ndryshe. Gjithçka është ma ndryshe. Për shembull, tani pjesa dërmuese e gazetarëve për fatin e keq të gazetarisë janë gazetarë që vinë nga niveli i Facebookut. Janë, domethënë, një pjesë totalisht të pa lexuar, totalisht pa informuar. Dhe kjo e ka godit shumë rënd gazetarinë. Misioni, ne jemi misionar, si gazetar jemi misionar për me e informu qytetarin e rëndom se çka ban qeveria, si sillet qeveria, si vjedh qeveria, si diskriminon qeveria, e tjera, e tjera. Për shembull, ne duke mos të i kalu këtë nivelin e Facebookut, nuk po arrim të ndryshojmë proceset politike në Ballkan, qoftë Maqedoni, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, e tjera, dhe ju po e shihni që po dominon urrejtja, nënçmimi, diskriminimi. Për shembull, nuk mund të ecë shteti Maqedon përpara pa e kuptuar të dy palët që urrejtja sjell vetëm urrejtje. Ne nuk kemi nevojë ta urrejmë njëri tjetrin, kemi nevojë ta duam njëri tjetrin. Nuk kemi nevojë na, për shembull, Ministria e Arsimit me shku në Tetove dhe me thonë që ju do të flisni maqedonisht. Askush nuk dohet, askush nuk e ka me borç ose me dhunë ta flas maqedonishtën ose gjuhën shqipe, por është nder shumë i madh për pjesën maqedone me fol gjuhën shqipe. Është vlerë edhe për shqiptarët me fol maqedonishtën. Ai njeri që e don gjuhën e vet, nuk e nënçmon gjuhën e tjetrit. Ai njeri që e don flamurin e vet, flamurin e kombit vet, nuk ka nevojë ta nënçmoj ose ta djeg flamurin e dikujt tjetër. Dhe ju po e shihni se deri ku na ka përplas urrejtja ndërnacionale në Ballkan. Ju e shihni, ti e brez i ri, por unë du të them një diçka që në një të kalume jo shumë të largët, shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë pas drejt me i pagzu fëmijët e vet në gjuhën shqipe. Në një kohë jo shumë të largët gjuha shqipe ka qenë ndaluar në Maqedoni, flamuri kombëtar ka qenë ndaluar në Maqedoni, dhe është dashur shumë mund, shumë gjak, shumë shekuj burgje për me ardhë sot e ti me u krenu kur hyn në kufe që të përshëndesin policia jonë, pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë, të përshëndesin, mirdita, aulodhe, ka një qasje krejt tjetër, por me ardhë deri këtu për me folun e të shlirë në studiot e Alsatit, duhet me ditë që prindrit e tu, familjarët e tu, njerëzit e tu, është dashur me dhënë shumë sakrifica, brezat e kalum për me ardhë deri te kjo që ne sot e gëzojmë, kuptohet njeriu është i lindur për ma shumë. Sikurse që jemi të lindur me eksploru restorane, hajde po shkojmë sonte në restoran tjetër, hajde po provojmë një menu tjetër, një ushqim tjetër, edhe çështja e lirisë tonë është njësoj. Domethënë, edhe shqiptarët kanë nevojë për shumë ma shumë liri, edhe kombëtare, edhe liri individuale, por edhe pjesa maqedonëve dhe pjesa turqëve dhe gjithë bashkë. Shumë e vërtetë, dhe janë disa gjëra që nuk duhet edhe rinia t'i harrojë dhe duhet mbase edhe të përsëriten her pas here, sepse jemi në një kohë ku vërtet teknologjia na ka bërë më të lehtë për t'i marrë të gjitha informacionet, po ndonjëherë marrim informacionet e gabuara, le të themi. Unë nëse më lën parantezë shumë shkurt, po e tregoj një histori që ja vlen. Ka qenë në kohën e qeverisë të Gruevskit. Një zyrtar i lartë, nuk du me keq përdor emrin, kemi kënë me një darkë.
edhe ai më tha, e she zoti Zeka që ja vlejum gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare. I thash, më fal, po du të them një diçka, ty duhet shumë me të ardhë turp, që po ma thu një gjatë tillë. Edhe ai ngeli, tha, pse? Thash, sepse kam qenë deputet në atë kohë, i kuvendit të Kosovës, sepse thash, gjuha ime, gjuha shqipe, është gjuhë 2000 vjeçare. Ban pjesë në grupin e 8 gjuhëve më të vjetra të botës. Dhe unë me këtë gjuhë kaq të lashtë nuk po ta nënçmoj gjuhën tonë. As nuk po ta nënçmoj flamurin tanë. Ti nuk ma ke dhënë mu të drejten, po unë e kam fitu vetë, por realisht ti as nuk ish dosh në kushte normale me mendu ti si zyrtar i shtetit Maqedonisë që ti ma ke dhuru një të drejtë që është e drejtë e pa diskutueshme përdorimi flamurit, përdorimi gjuhës shqipe, administrata e tjera. Po, shumë e vërtet, nuk është që e kanë lejuar, po thjesht është marrë edhe është realizuar sigurisht. Ke qenë edhe ke raportuar edhe në kohën e luftës së Kosovës, një periudhë për gjithë shqiptarët, një periudhë shumë e rëndë. Sa ka qenë e vështirë të jesh gazetar në një vend, në një kohë lufte ku faktikisht edhe ti e pjesë ati komuniteti i cili vritej dhe në fakt përveç që ke raportuar, ke qenë edhe dëshmitari i historisë. Bëhesh edhe dëshmitari i historisë. Nuk është vetëm raportim gazetaresk, po në fakt je edhe dëshmitari i historisë. Unë besoj, duke të përfshi edhe ty, edhe kolegën tonë, edhe stafin e gjerë të Alsatit, besoj që shumë pak edhe kolegë të mi e din që i vetëmi film që ekziston, filmi Ademi Jasharit, është film cilin unë e kam ba. Domethënë tash, me qenë se në gjyren e zonit, gjithmonë kur flas televizion, flas për brezat e ri, për brezat e shkollës. Tani kur njerëzit do futen në internet dhe do elshojnë filmin e Ademi Jasharit, ky është gjallë, i vdekur i gjallë, e ndëgjojnë zërin tim. Kolegët e mi, për shkak të sëmundjeve të tyre patologjike, të cilët kanë qenë një pjesë e madhe për i tyre argat të Serbisë të Jugoslavisë, të cilët kur njëtën e tyre nuk e kanë vendos qoftë një guri në kalane për gjakshme të lirisë të kombit shqiptar, në vend që me u krenu me atë vepër madhore që e kanë ba, pa përfundu lufta, kanë arrit deri atje so që ma kanë hjek emrin si autori filmit. Jonë mundu me zhduk edhe zerin. Por unë jam autori filmit Ademi Jasharit, so që besoj që ai kulmi i piramides të punës time, unë sikur njët kur gjomës të kisha bo, mbas realizimit të këtij filmi, unë e kam kry atë misionin tim. Do të them një diçka që për filmin e Ademi Jasharit, mbasi që është vra, i vetëmi njeri që më ka ndihmu për me bo atë film, ka qenë një kroat, në radio-televizionin e Suedis, kameraman dhe montazher. Nuk më ka ndihmu as qeveria në eksil e Bujar Bukushit, as si ka interesu njeri gjallë me ndihmu. Dhe në fundin e këtij filmit, ku nuk kam pos as një shkronjë të shkrume si tekst, mas por e kam bo montazhin e filmit, kam hynë studio, e kam lëshu filmin me ecë shiritin edhe kam thot tekstin nga zemra, nga shpirtim. Në fundin e filmit e them këte, do me thonë është vitin 1998. Këta djem dhe këto vajza të ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të na rishfaqen në çdo vend dhe në çdo kohë, ashtu sikur se do të jetoj për jetë e mot, i vdekur i gjallë, në mesin e ne gjallëve të vdekur, Ademi Jashari. Do me thonë, të gjithë familjen Jashari, gjithë ata njerëz të cilët kanë ra për lirinë e Kosovës edhe për lirinë e shqiptarëve në Maqedoni edhe shqiptarëve në luginën e Preshevës, janë njerëz të gjallë, ne jemi njerëz të vdekur. Pastaj ndodhi lufta, ndodhi konferenca Rambujes. Ka incizime në video, në YouTube,
kur une shkova radio televizioni suedis më dërgu në Rambuje, dhe në ndërkohë kam arrit me u fut pa dokumenta brenda kështjellës në Rambuje bashku me Hashim Thaqin, i cili ka luajt rolin vendimtar historik në nënshkrimin e marrëveshjes të Rambujes. Pastaj bashku me delegacionin e UÇK-s edhe me Ibrahim Rrugovën jemi kthy në Tiranë. Ibrahim Rrugova ka vazhdu rrugën në Prishtinë, ndërsa une jom fut në front, kam qenë si gazetar, kameraman, kam gjiru me kamerën e BBC-s, në atë kohë më dhanë BBC-a një kamerë, dhe me datën 21 majt, vitit 1999, jom plagos, pastaj më kanë dërgu në Kuks në një spital të improvizuar, ke një fotografi dorën ku e kam të lidhur, dhe mjeku i Australis, i cili më ka bërë operacion pa narkoz, ka botu edhe një libër me titullin Durët e përgjakura, dhe ai thot në libër kam dosht me pyet këtë çmendur, Milajm Zeken, si ka mundësi që e kalon atjet aq të mirë punën në radio televizion të Suedis dhe është kthy në frontin e luftës. Po ta tregoj një histori interesante, unë pa ta rajt shefen time, Vibeke Bulinder, i thash që jam i smur, kur vendosa me u kthy në luftë. Kolegu im, i cili kemi nda zyren bashk, Shqyqeris i Dijaj, që përshëndes do na shoh patjetër ai, një njeri briljant, gazetari jashtëzakonshëm, më mbulante, do më thonë, mila ime është smura nej. Edhe pa prit mas, del fotografia ime në foqen e partë New York Timesit. Gazetari suedez në vijat e frontit, bla bla bla, edhe shefja ime shkon duke u dridh në zyre, tek Shqyqeria i thotë, ku është mila ime? Thotë, smura është, thotë, smura në vijen e frontit. Atëre e ka ditë, do me thonë, edhe shefja, edhe gjithë. Pastaj, kur jom plagos, realisht, fëmijët e mi, vajzat e mia kanë mendu që unë jom vra, po kanë mendu që po e dhon lajmin dal nga dal, për mës me u ditë kështu fillimisht, edhe sigurisht që për te i burgut, që më burgos në vitin 1981 për demonstrata, e për te i gjithë veprimtarisë time, pjesa e luftës për mua është historia ma e ndritur e kombit shqiptar, është epoka e UÇK-s. Pse? Edhe po e mbyll. Vetëm 2 luftra i kanë fitu shqiptarët. Vetëm 2 herë kena fitu. Kur njët, vetëm 2 herë. Luftën e Skënderbeut, edhe luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ja kena morë Serbis zemrën, a i thoshin atë Kosova e sërca Serbia, Kosova zemra e Serbis, do të me ditë fëmijët tanë, brezi ri që kështu e kanë qujtë, do me thonë, Dardanine dikurshme, Serbia u mundu me tjetërsu, me kthy në territor serb, thoshin Kosova është Jerusalemi i Serbis, është zemra Serbis, ja kena morë edhe Jerusalemin, ja kemi morë edhe zemrën. Dhe është zemra jonë. Absolut, po. Ka qënë dhe është zemra jonë. E sigurisht, duke qënë se përmendem edhe UÇK-n, në fakt edhe këto dita është do të kemi edhe epopeja që është edhe për familjen Jashari sigurisht. Histori mjaft interesante, kur i dëgjojmë, nuk kanë qenë basa që të bukura në ato momente kur ka ndodhur gjithë të gjëra, por që këto kujtime, këto dokumentacione, këto dokumentime duhet gjithmonë themun të përsëriten her pas here, sepse brezi i ri, të cilët nuk e kanë përjetuar luftën, sado që mund të kenë dëgjuar pak, nuk i din detajet të cilat ju për shembull i keni përjetuar gjatë raportimit. E di që ti ke humbur edhe prindërit, nënën më saktë gjatë kohës së luftës. Në parantezë, se une edhe në momentet ma trona baj humor. Kam bo humor edhe në luftë. Më thot, në rrëthoj njerë forcat serbe, pastaj do të përgjigjem të pyetja nënës e këto. Në rrëthun forcat serbe dhe ishte një djalë, do më thonë, dikon 16 vjeçar, nga Mitrovica, edhe më thot mu, leje kamerën, o baci Milajm, t'lutem, leje kamerën kape kalash, nëse kur e kiti armën, ndihesh ma i fort, ha? Edhe në po i tham atina e thash, por nuk di me përdore.
Tha, po ja ti, unë tha ta rregulloj ti mbaje vetëm gishtin këtu në komës. Thasha me mojt gishtin mbrapa në kallasha. E thash, për këtë punën që the me përsërit një diçka të mira, ditën kur ka vdek Tuxhmani, një bosnjak e kishte urrejt shumë Tuxhmanin, se realisht Bosnjen e ka nda Miloševiqi me Tuxhmanin, realisht. Edhe po shkon këtë deri në kufe. E policia kroate po i thot këti ka vdek Tuxhmani, u mbyll kufiri, ktheu. Kthehej ai 200 metra, kthehej prap. Edhe një polic për thot, a je mëre normal që 100 herë po të tham ka vdek Tuxhmani? Këtë thot, unë jam shumë normal, po fort po m'vjen lezet me 100 laf, që ka vdek Tuxhmani. Kështu që gjonat e mira, realisht duhet me u përsërit. Edhe për fatin e keq që nuk kemi kur gjatë shkrume në librat e gjuhës shqipe për historinë e UÇK-s, nuk kemi të shkruar asgjë për historinë e Adem Jasharit, për fatin e keq. Unë vi nga një fshat që quhet Abri. Dhe në total, po të mersh, në total janë dikun mbi 120 familjar, njerëz, gjaku tim që në vrarë në fshatin tim. Në Abri është bo masakra, ndër masakrat më të njohura, që i kanë prej familjen Deliaj me Koz Dohamit. Dhe nanës, njerëz prej nuseve të fisit ton, të fshatit ton, ja kanë bush biberonin, cuclën që i themi ne, ja kanë prej gjoksin, ja kanë mush me gjak, edhe ja kanë lënë të buzë të bebes 7 javshe. Për këto që po flasë, mundën njerëzit mu futë në internet edhe me madje me fotografit e kësoj familje, ka hy Albrighti, Madeleine Albright në Kongresin Amerikan, dhe ju ka thonë shikoni se qfar masakrash po banë Miloševiqi. Falenderoj pa fund, do më thonë kolegët të mi gazetarës, do mos zotin Klokoqi, që ka arrit me filmu këtë masakër edhe mja shprenda gjithë botës. Në mesin e njerëzve të vrarë, du me thonë, ose të zhdukur është edhe nona ime, ku me datën ka qenë 28 marsi i vitit 1998, ka qenë ditë Bajrami edhe jënë fut forcat serbe e kanë zbrazë Sofalin. Sofalia është një lagje në periferi të Prishtinës. Masi kanë ikë të gjithë edhe motra me fëmijë vëndre gjithë lagja, prindrit e mi, baba dhe nana kanë qëndru në një mal. Edhe jënë ushqy prej datës 28 mars deri me datën 8 prill, do me thonë 10 ditë, vetëm me ujë në shiu të Zotit, duke e kullu në shamin e nanës. Duke po që po dojnë me i hangër sorrat, po dojnë me vdekurie, gjithmonë si pas tregimit të babait tim, jonë këthy në shtëpi, me datën 12, mas 4 ditëve, jonë fut forcat serbe, i kanë kallë gjitha shtëpit, edhe e kanë qitë babajnë për ta ekzekutu. Babaj ka shpëtu gjysmë i gjallë, nana pastaj ka ngejla aty. Kemi gjithë robat e saj në një banjo, si pas gjitha gjasave kanë futë dhe kanë djegë të gjallë në banjo, por këtu pritet rrëfimi, trupi nuk është gjetë akoma, do më thonë nana ime është në mesin e 1700 kufomave të cilat akoma nuk i kemi janë të zhdukur. Dhe kjo në fakt vazhdon të mbetet një fatkeqësi edhe kjo pjesa, që ka persona të cilat në të vërtet janë të zhdukur dhe familje që nuk i gjejnë. Dhe ka persona prap po dalë të rrjetet sociale që një nanë të tillë po të zhdukur, ma shojnë nanën për një mendim ndryshe, na shojnë qka, po unë gjithmonë thamë që kjo kategori e këtyre njerëzve është dikun ajo zorra e trash e Serbisë. Se pa qenë ti zorra e trash e Miloševiqit, nuk mundesh ti me, leqës mundesh me sha askend, pa të bon kur gja, pa kur farë motivi, e aq ma pak, do me thonë neve, të cilët jemi dhurus të liris të këti vendi. Ti është
identike si kur nesër zot na rush me usmu, e me ta dhuru dikush veshken, e me ta shpëtu jetën, e ti mos i të shërohesh me anis edhe me shoh atë që të ka dhuru pjesë e trupit vetë. Shumë e vërtet. Shajnë ato të cilët vërtet ka dhënë një kontribut dhe kanë sakrifikuar shumë, duhet të themi që kanë sakrifikuar shumë. E pastaj në kam bën një poezi, kam thonë o kuku për mu, po për shumë e mutën kem luftu. Po, në fakt e vërtet kjo qëndron. Milajm, ne do të vazhdojmë sigurisht bisedën, sepse do dalim tash edhe nga ana tjetër të të njohim pak si baba, si bashkëshort, por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas publicitetit rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndrojmë me Milajm Zekën këtu, e tashmë do të flasim për atë, sepse folëm për pjesën e gazetarisë, pra për kohën e luftës, mbase momentet më të vështira edhe të tij. Megjithatë tashmë do të flasim për atë si është si baba, si bashkëshort, dhe e di që edhe në bisedën që bëm pak më herët e theksove që një njeri tamam, le të themi, është ai që respekton gruan, respekton fëmijët dhe pak a shumë ma merr mendja se çfarë babai je në fakt edhe në familje, por do doja të pyes, a je baba i rrept në aspektin që dëshiron që fëmijët tu sigurisht i din disa gjëra patjetër, apo je liberal që le të vazhdojnë me jetën? Me fëmijët flasim vazhdimisht, jam, do më thonë, gjithmonë ju flas kundër drogës, kundër alkoolit, jam shumë i rrept me shkollën, me detyrat, e shumë liberal një jetë në udhëtim ndaj. Do më thonë, si baba jam edhe i mirë edhe i keq. Si bashkëshort jam shumë i mirë, jam tolerant, për shembull gruaja e kam bën një natë nervoz, më ka ra kështu, edhe e kam durua, dhe thash hajt burri ç'shto provohet. Po, ata e din ma mirë, po ma merr mendja që jam një prind i mirë, në raport me gruan mrena shtëpisë kur nuk kam kërkesa, nuk jam zhurmagji, shprozna jashtë, shoj televizion, e kur vim në shtëpi pastaj të harxhohet energjia. Nuk kam kërkesë, bam çaj, bam kafe, ma baj këtë, asnjëherë kurrë absolutisht. Nuk je pra i zëshmi, ai që ngre gjithmonë polemika nëpër studio, në studio je ndryshe, pastaj në shtëpi është tjetër Milajm. Eda është e kundërta. Jashtë është ma e qetë, në shtëpi është ma zhurmagji. Vërtet? E po ne i shohim atë që kemi pa jashtë, kështu që prandaj desha edhe që ta përmendim, por që sigurisht që je një baba edhe që Eda në fakt Elira edhe të kam mbështet mjaftueshëm, kjo është treguar gjatë gjithë kohës. Fakti që kam 4 vajza, kjo dëshmon në mënyrë shkencore që jam babi mirë. E vërtet. Elira ka qenë një mbështetje shumë e madhe dhe ti për Elirën, ajo gjithmonë e ka thënë që Milajmi është një mbështetje shumë e madhe për mua, po edhe ti. Ka rrit pak, po. A ka rrit? E nuk e di, e sa për Elirën në fakt ka qenë mbështetja jote më e madhe apo? Është apo jo? Në kuptimin që kalova një periudhë shumë tramtë jetës time, tepër tramtë, edhe ishte një moment kur unë kisha humbë Milajmin. Ishte një moment kur u zhgënjeva shumë me krejt proceset që ka ndodhen pas luftës, u zhgënjeva shumë të shokët e mi të luftës, të cilët mbas luftës nuk menun për me bo shtetin e Kosovës, por menun vetëm të pasuria. Pare, e shkatrun Kosovën, e coptun, dhe me thonë, gjithë pronën publike, privatizun, falen gjonat më të shejtat të Kosovës. Me thonë, e dhanë kekun, ja u dhanë turgjve për 28 milion, a vlera e kekut në atë ku ishte 650 milion. I shkatrun fabrikat, shkatrun token, shkatrun lumejt, dhe kisha humbë vetën time. Thoja vazhdimisht kush ma vodhi Kosovën, kush na i vravi idealet, ktheheshe Serbinë e largum, pastaj filloi ajo lufta e brendshme. Dhe në këtë moment u taku me Edën, edhe ma rikthej Milajmin. Dhe duke ma rikthy Milajmin, pastaj bashkë kemi bon gjona shumë të mira për familjen, për fëmijët, për gjitha. Me një familje sigurisht të mrekullueshme. Elira, këtë gjë... Dëgjoj, duhet veç një diçka me ditë gjithë njerëzit. Ne që dalim në për studio televizive që rajmë, duhemi, kalojna mirë, ne kena përplasje, ne shahemin me zveti, kacafytemin me zveti, ka momente ku zbresëm pej makines njën e tjetër për shkak të nervozës, apo kupton, krejt e kalojmë jetën
sikur çdo njeri i thjesht, ndoshta bilina edhe pak marane, kalojmë se njerëzit e thjesht. Por duke folën mes vete dhe duke marrë jetën shumë seriozisht e jo hajgare, i riparojmë konfliktet tona edhe jeta vazhdon. Sepse, sidomos kur ke fëmijë, nuk është jeta cirkus, nuk mund është për një lavë goje munda, se e vujnë edhe fëmijët, por edhe nuk jam për atë që njeriu në qoftë se një bashkëshortësi nuk ecë me jetu bashk hotli fëmijëve. Për arsye se shkenca e ka vërtetu, jeta e ka vërtetu që fëmijët përjetojnë trauma shumë më trona me prend të cilët nuk duhen ose nuk respektohen, e grinden mes vete se sa me prend të divorcu. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Unë jo rastisht, sigurisht desha që ta shfaqem edhe këtë pjesë tënde, jo rastisht e përmenda edhe Elirën dhe mbështetjen e Elirës, sepse kemi një surprizë për ty, disa fjalë nga Elira që po t'i thot publikisht, mbase t'i thot gjithmonë, po që sot vendosi edhe publikisht, që nëse kam mundësi, video mesazhin. Tash do e shohësh. Ai zemër, mendova se mos i ke në shkup edhe shpëtove primi e harroje, mbrapa më ke si hije, bishaka. Në këtë emision që flet për rrugëtimin e jetës tënde, unë doja vetëm të thosha se jam jashtëzakonisht falënderuese Zotit në radhë parë që më ka takuar me ty dhe ty për të gjithë ato që ne i kemi krijuar së bashku, për familjen që kemi, për fëmijët që kemi, për të ardhmen që kemi, për jetën që kemi. Pa ty, pa suportin tënd, unë do isha një njeri i mangët, se kam thënë jo një herë për 1.000.000 herë, dhe vazhdoj ta them, është suporti yt, mbështetja jote, është të qenurit Milaim, është të qenurit një njeri aq i kuptueshëm, aq i qetë, aq i qartë, dhe kur themi qetë, ti vërtet në familje i qetë, se njerëzit mendojnë që ti je gogoli që vërtet në për studio, por ti je një baba i mrekullueshëm, ti je një burr shumë i mirë, ti je një shok mbi të gjitha. Dhe është pikërisht ajo që unë kam dashur të kem nga një marrëdhënie me personin e jetës time. Një shoqëri të mirë, një mirëkuptim të mirë dhe dashuri për familjen tonë. Jo domosdoshmërisht ajo dashuria klasike siç mendohet mes burrit dhe gruas, por një mirëkuptim i cili dhe një kompleksitet i cili neve na bën këta që jemi. Mos harroj që të dua dhe të dua vërtet, dhe jam mbështetësja jote numër 1 në çdo hap të jetës tënde, ashtu siç ke treguar edhe ti që je mbështetësi numër 1 në çdo hap të jetës time. Faleminderit zemër. Ata fjalë që edhe pak më herët edhe ti i the, pra ai komunikimi mbi gjitha, pak a shumë i përmblodhi edhe Elira në një video mesazh që publikisht ti tha disa fjalë, shumë fjalë të bukura në fakt. Shiko, duke respektu Edën, duke respektu vajzat e mia, në farë mënyre them sikur e laj një borç ndaj nënës, ndaj të gjitha femrave shqiptare që në raport me burrin kanë vujt edhe vujnë edhe sot 100 fesh më shumë se sa burrat. Ato nanat, ato motrat tona në Maqedoni, në Kosovë, andej kur kanë shku burrat e tyre në burgje, që thash për flamur, për gjuhë shqipe, ato kanë vujt. Kanë vujt nga pushteti, po kanë vujt ma shumë nga mahalla, kanë vujt ma shumë nga kunetrit e vetë, nga vllaznit e burrit, që met kjo, met ajo, qka ju dashke burrit me shku në burg, qka po duhet flamuri, edhe sot ka njerëz që tallen me flamurin kombëtar, edhe sot ka njerëz që tallen me gjuhën shqipe, edhe sot ka njerëz që tallen me shkollën, qka i duhet qikës të filanit me shku. Vetëm sen që e kanë mendu një pjesë e madhe e burrave, me martu qikën si ka bon 15, 16 vjetë, 18 vjetë, i vetëmi muhabet u bon në për shtepi, Ilmia u rrit, mashallah sa u rrit, halosja keni gjithë një burra. Ky ka qenë muhabeti, e pastaj imagjinoje
me çfarë thike të mbret e kena lëndu nanën tonë, e kena lëndu motrën tonë. Sidomos në Maqedoni, dje e pardje, e sot e nesër, ti je femër e shkollume, ti je femër e mençur, ti je femër e civilizume. Është borazi sikur me hongër bujashka, livore të drujve në vend bukës. Sepse rrethi, lagja, është e stërmbushur me primitivizëm, me nënçmim. Femna duhet kështu, femna duhet kështu. Do më thonë, ata ta bojnë ty receptin e jetës, sikur mjeku që ta jep një recept. Pse i ke krej flokët? Mes mi krej flokët që të shudol kjo e pa krejne. Pse e vesh kështu, mes mu vesh qësh je vesh. Prandaj, duke tregu një përkujdesje timen ndaj edlires, ndaj vajzave të mia, ndaj shoqeve të mia, ndaj kolegeve të mia, me cilat punoj qoftë në Top Channel, qoftë në shumë televizionet të Kosovës, me të vërtet nga njëherë më vjet gjëna prej vetës që Zoti pse s'm ka falë edhe mu femën, po më ka lindë djalë. Mesazhe shumë të bukura në fakt, në gjithë këtë që e thej, ka mesazhe shumë të bukura të cilat do të përcillen her pas here dhe më vjen mirë që të gjitha këta i përmende, sepse shumë prej njerëzve të cilët tash na shikojnë ndryshe mbase të kanë njohur dhe këtë desha unë që ta nxjerrim këtë anën tënde tjetër. Duke përjashtu Big Mamën që thash në spektakoj po shana me te, edhe tunën kështu që i kam shumë për zemër, sidomos Big Mamën, edhe kam shumë njerëz në Maqedoni, po e përfundoj se garanti jemi ka fundi. Po ta tregoj një diçka dhe tjetës time, kur je marratis në vitin 1982 nga ish Jugoslavia, të gjithë shqiptarët në Vjenë, në Gjermani, në Zvicër, në Evropë, më kanë njoftë si i Strugës. Dhe më thonë një më paraqit me emnin Gane, nga Struga. Pse? Që të tregoj. Kur më thoshin, a njef dikan në të Maqedonis, thosha ju se jemi dalën në Prishtinë. Kur më thoshin, a njef dikan të Prishtinës, thosha ju se jam nga Struga e Maqedonis. Kështu që me të vërtet i du shqiptarët, atë pjesën e shqiptarëve të mirë, e më vjetë gjëna për pjesën e shqiptarëve që bojnë pjesë në atë grupin e hajvanatit, që din vetëm me shumë, me fyme dhe një kru. Sigurisht. Unë sigurisht kisha shumë gjëra për të biseduar, hyrjen tënde në politik, megjithatë mendoj që ta lëm me këtë pjesën për të të njohur pak më ndryshe, por nuk lë pa të të pyetur sepse të kemi këtu dhe besoj edhe shumë shikues që na ndjekin, ç'mendim ke për presidentin, kush duhet jetë presidenti i ardhshëm, presidenti e ardhshme e Kosovës? Besoj që as ata vetë nuk e dinë. Unë nuk kam mendim. Mendoj, pavarësisht që njihem publik si kundërshtari më i madh i Vjosa Osmanit, po unë mendoj për interesin e Kosovës, të shtetit, të ardhmerisë, unë mendoj që Vjosa Osmani do duhet ishte edhe një mandat presidente. Faleminderit që e ndave këtë mendim. Edhe një pyetje tjetër shumë shkurt, kush është politikani më hipokrit në Shqiptari, ta themi, ose në Kosovë, në Shqipëri? Sepse e di që shpesh e thoni ka shumë politikan hipokrit. Kush është ai ma hipokriti i gjithë hipokritëve, se gjithë janë realisht hipokrit, po kampion i politikanit hipokrit është Albin Kurti. Faleminderit shumë. Milaim, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Unë do doja shumë që sërish të kemi edhe për të biseduar edhe për pjesën tjetër sigurisht, sepse historia jote ka shumë, është shumë e gjatë dhe e di që nuk mund të përmblidhet në një emision, por desha që sot të fokusohet pikërisht në Milaimin si njeri, si baba, si bashkëshort, historitë e dhimbshme që ke përjetuar, kontributin padyshim që ke dhënë edhe për lirinë e Kosovës dhe lirinë e shqiptarëve dhe atë dashurinë që ti gjithmonë e ke, por që mbase njerëzit me qëndrimet e tua të ndryshme, mbase njerëzit nuk arrin t'i shohin sepse i dëgjojnë vetëm ato qëndrime, vetëm pse janë ndryshe
ndryshe prej të tjerëve, mundohen të shajnë dhe të ulin, megjithatë duhet gjithmonë që ta shohim personin përteja asaj se çfarë flitet në debatet publike, kështu që unë të falenderoj shumë që ishe dhe që ndave këtë rrugtim. Faleminderit.